zonjave dhe zotrinjve të opozitës është të mos humbin kohë me thirrje dhe përbetime revolucionesh që nuk kanë për të ndodhur. Mos humbasin kohë as me shtrimin e tapetit të alibisë së humbjes së radhës. Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me ta për të dhënë Shqipërisë një kod të ri zgjedhor, sipas standardeve më të mira zgjedhore, një ndarje administrative territoriale funksionale e gjithçka tjetër, por ata duhet ta fiksojnë mirë në mendje që vëmendja jonë është tek pasaporta europiane për çdo qytetar të Shqipërisë brenda kësaj dekade. Ne dim që rezultatin zgjedhor apo fitoren nuk e vendos asgjë tjetër përveç vullnetit të zgjedhësve. Ti jesh në opozitë, do të thotë bësh pjesë në një institucion serioz, vëmendja jonë janë njerëzit, ne jemi gati të punojmë edhe me ta së bashku, por siç e tha kryetari Rama, ne nuk kemi jo ditë, po as orë dhe as minutë për të humbur.